Bilanci i luftës në linjën e mesme po bëhet gjithnjë e më i rëndë. Sipas shifrave të fundit nga autoritetet iraniane dhe libaneze, mbi 5500 persona kanë humbur jetën në Iran dhe Liban që nga shpërthimi i konfliktit më shumë se 6 javë më parë. Ministria e Shëndetësisë e Libanit njoftoi se të paktën 2167 njerëz janë vrarë nga sulmet izraelite në territorin libanez që nga 2 marsi. Vetëm në 24 orët e fundit janë regjistruar 43 viktima të reja. Mes të vrarëve, në Liban janë të paktën 172 fëmijë, ndërsa 91 viktima janë punonjës të sistemit shëndetësor. Shifrat nxjerrin në pak koston e lartë humanitare të konfliktit dhe ndikimin e drejtpërdrejtë mbi civilët. Izraeli deklaron se operacionet e tij kanë në shënjestër objektivat të Hezbollahut, grupit të mbështetur nga Irani. Megjithatë, sulmet kanë vijuar edhe pas pushimit aktual mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara. Ndërkohë, në Iran raportohen të paktën 3375 të vrarë që nga fillimi i sulmeve amerikano-izraelite në muajin shkurt. Shifra u publikua nga media shtetërore iraniane IRIB. Konflikti që filloi si një përplasje direkte me objektiva ushtarake dhe strategjike është kthyer në një krizë të gjerë rajonale me pasoja të rënda njerëzore, ekonomike dhe politike. Komuniteti ndërkombëtar vazhdon thirrjet për ulje tensionesh dhe rikthim në negociata, ndërsa situata në terren mbetet e paqëndrueshme dhe me rrezik për përshkallëzim të ri.